mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë. Në mënyrë të palëkundur, qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protestë, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Kështu që ne, në moralin e plot të qëndrimit ndaj protestave, nuk kemi asnjë tendencë që të kemi, pra, qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijojë debat të çfarëdo llojit. Pra ne respektojmë, kemi theksojmë, qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme.